Nuk jam e Skenderajit. A një të e një? Ka Jam e je Davin. Ronikut Skenderajit. Kryte kam qashtu si pështjallë dreniz dhe qa. Farmix. Shumë eksiport është. Roniku për mua është veni maj mirë në botë. Unë shumë ma mirë e një veten më shku dikën në mal me jetu, se sa kur dalë këto edhe shë ndërtesa, kere, rrugët e blokume, për një javë dy hitë si shë dalë prej malit. Unë e përdu me kalu pak të Skenderajit. Se unë krejt rasisht e pash që je prej Skenderajit edhe u qudita. Nuk jam e Skenderajit. A një të e një? Ka Jam je e Davin. Ronikut Skenderajit. Nëse Roniku është qytet vete. Në fakt, na jem dauta i Carabregu Deçanit, prej ardhjan prej shumë vitësh, edhe kryte kam qashtu si pështjallë dreniz dhe qa. Farmix. Shumë eksiport është. Edhe para shumë vjetëve, po që jemi dalën në Ronik të Skenderajit. Dhe Roniku për mua është veni maj mirë në botë. Pa kalu të Roniku, shto përdu me të vetë Dhe Skenderajit Ja, ju qeni të Ronikut, ju keni qef më thirë të Ronikut. Jo, më përdu njerë një pytje, kur ju të regon njerëzve që e ki qëtë miksin, Deçan dhe Ronik, e Skenderaj mas nena, shka thoi, nësa ka pas në herë në e komend? Kur unë koqit në dikon, do më thonë krejt e din që do të më konë diçka e përzime. Edhe tani thojnë ka je. Po, në prej ardhem prej Carabregu Deçanit e dalë në komunë Skenderajit, Drenic, Deçan thojnë. Nuk u zorë ta qelë gojen ma ta neve të diskutu ma larkë. Mu po më interesën që fa lidhje ka Davina me Ronikun, pra. Unë e kam baba më jeton hala atë, përveç që e du Ronikun si ven që unë jom rrit atë, kom linde jom rrit. E kam babën atë, shkoj shumë shpesh, e vizitoj shumë shpesh, baba jeton vetë, i ka 83 vjetë, pa është shumë i fort, është vital, shtu si unë. Ishte që njëherë për njëherë po jeton vetë, sepse ai po e njën qashtu. Po e njën vetën ma mira atje, sigur. Po e njën shumë sigur. mirë vetën dhe edhe na kur i thojmë hajde në Prishtinë, thot jo se s'ka vend ma të mirë për mu. Kështu që festa po ndokët ju për i pretë që në Ronik, nështu se për marshit babën knena. Në Ronik se s'vjen knena. Edhe ai kryt si kur te po gjerë. Jo, nuk vjen këto, vjen me na vizitu shumë për një orë, dy, po gjithmonë ka qef mu këthy në Ronik. A kishe jetu të në Ronik, për shambull, a kishe këthy me nashta me jetu atje? Po, nëse i kisha pas punën që mëj me bua dhe prej atje, pse jo? Pse jo është edhe ma mirë bile me jetu. Për mu është ma mirë, sepse Roniku nuk është edhe krejt katon, është bashkësi lokale, po për mu unë shumë ma mirë e një veten më shku dikën në mal me jetu, se sa kur dalë këto edhe shë ndërtesa, kere, rrugët e blokume, shto që po i kam fëmin në shkollë dhe nuk muna me shku dikon me jetu shumë gjatë, se për një javë dy hitë si shë dalë prej malit.